Imagjino një njeri duke mbyt në det. Nëse çdo fe ose religjion do qëndronte në breg, çfarë do i thonin këtij njeriu që po mbytet? Konfuci do thoshte, mëso nga kjo përvojë. Muhamedi do thoshte, është vullneti i Allahut. Buda do të thoshte, lufto me shtegun e 8 fisht. Shkencologjia do të thoshte, shiko por nuk ka oqean. Dhe nga marrëzia e hutuar e këtyre zërave fetare do shfaqet dikush që vrapon drejt ujit dhe në mes të rrezikut valve dhe i zgjat dorën këtij personi që po mbytet. Kush është ai? Është Jezusi. Sepse çdo sistem tjetër fetar në fakt është ndërtuar mbi përpjekjet njerëzore, çfarë mund të bësh ti për të arritur tek Zoti. Por Krishterimi thotë që Perëndia është ai që erdhi tek ne edhe bëri atë që ne nuk mund ta bënim dot. Jezusi u zhyt në thellësinë e njerëzimit për ta shpëtuar nga mbytja në mëkat dhe përpjekjet tona fetare. Shiko, ti nuk ke nevojë ta shpëtosh veten, sepse ti nuk mund ta shpëtosh veten. E tëra çka ke nevojë të bësh është të kapësh dorën në shtrirë të Jezusit. A do ta bësh? Më shkruaj më poshtë. Zotit bekoft.